Na e kanë fshehur prej kohësh, lëngu i qepës trajton këto probleme. Lëngu i qepës është i pastër në minerale, enzimra dhe mikropërbërës shumë aktiv të cilët së bashku veprojnë në organizëm, kundër anemisë, kundër parazitëve, kundër inflamacionit, kundër sëmundjeve të këqija të stomakut, të gjirit dhe të prostatës. Lëngu i qepës ndihmon kundër hiperglicemisë dhe kolesterolit të lartë dhe njëkohësisht kundër rënies së flokëve. Nëse vendosni lëngun e qepës 2 herë në javë në lëkurën e kokës, mund të shihni rritje të mahnitshme të flokut brenda 2 muajve dhe për më tepër me kosto shumë herë më të ulët. Gjithsesi, si në çdo rast, edhe me lëngun e qepës nuk u duhet egzageruar, pasi është një përbërje shumë e fuqishme. Prandaj nuk ju mbetet gjë tjetër veç se ta provoni, por sipas këshillave tona, duke mos e tepruar.